Por fillimisht si çdo ditë do nisim me tregun e brendshëm valutor, do të shohim ecurinë e tregut brendshëm, por ndryshe nga herët e kaluara, zhvillimet në tregje ndërkombëtare janë reflektuar pak ose as pak në tregun e brendshëm, sepse sistemi bankar, sistemi financiar në tërësi është pushim me rastin e festës Bajramit, por rrjedhoi ndryshimet do të reflektohen për gjatë ditës së nesërme. Sipas agjencisë së këmbimit valutor Iliria 98, gjithsesi, dollari ka rënë lehtë dhe moneda i gjelbërt reflekton rënje në ditën e premte të javës kaluar përballë monedave kryesore ndërkombëtare në mënyrë të veçantë në raport me euron. Ky zhvlerësim është reflektuar edhe në tregun e brendshëm. Dollari blihet me 90.8 dhe shitet me 92.1 lekë. Gjithashtu, bie në sy një zgjerim i marzhit të tregtimit monedhës së gjelbërt në nivelin e 1.3 lekëve, ndërkohë zakonisht kjo diferencë, pra diferenca mes çmimit të blerjes dhe çmimit të shitjes, qëndron në 0.6 deri në 1 lekë normalisht. Euro vion qëndroi pra niveleve më të ulta historike, blihet me 98.5, shitet me 99.4 lekë në rënje të lehtë vetëm në shitje. Ndërkohë franga zvicerane ka një tendencë në rritje në raport me lekun, blihet me 102.8, shitet me 103.8 lekë. Është karakteristike që franga zvicerane dhe disa monedha të tjera, sikurse është edhe jeni japonez, regjistrojnë rritje në periudhat e paqartësive dhe të trazirave, sepse preferohet nga investitorët për të mbrojtur ndaj këtyre luhatjeve. Paundi britanik është në rënje të lehtë, blihet me 117.3 dhe shitet me 118.4 lekë. Në ecurinë e dollarit kanadez, kjo monedë blihet me 63.2, shitet me 65.5 lekë, në rënje të lehtë në blerje, por në rritje të lehtë në shitje. Dollari australian blihet me 56.6 dhe shitet me 58 lekë, në rënje të lehtë vetëm në blerje. Ndërkohë jeni japonez ka fituar 100 darkë në raport me lekun, blihet me 0.6, shitet me 0.63 lekë, ndërsa lira turke është e pandryshuar, blihet me 2.32 dhe shitet me 2.44 lekë. Dinari maqedonas gjithashtu ka një tendencë në rënje të lehtë, ka humbur 100 darkë në raport me lekun, blihet me 1.54 dhe shitet me 1.61 lekë. Rubla ruse ka rënë lehtë në blerje, kuotohet në 0.81, ndërsa shitet me 1.03 lekë dhe së fundmi juani kinez blihet me 11.4, shitet me 12.66 lekë, në rënje si në blerje ashtu edhe në shitje. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm valutor në mëngjesin e sotëm, ndërkohë në tregje ndërkombëtare vjet re një dobësim i lehtë i dollarit amerikan, një tendencë në rënje që ka filluar ditën e premte të javës kaluar. Investitorët janë të qetësuar në lidhje me njoftimin e vendosjes tarifave nga presidenti amerikan Donald Trump, tarifa që do të hyjë në fuqi duke nisur nga data 2 prill, pas 2 ditësh, dhe bëhet fjalë për tarifa prej 25% për gjitha automjetet që nuk janë prodhuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky vendim i presidentit amerikan vjen për të detyruar kompanitë të ngrejnë fabrika në Shtetet e Bashkuara në mënyrë që të shmangin këto tarifa, por frika kryesore e investitorëve është shpërthimi një lufte tregtare mes ekonomive më të mëdha në botë, sepse edhe vendet e tjera janë bërë gati, kanë paralajmëruar për të vendosur tarifa ndaj produkteve që importojnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë mënyrë, investitorët do të presin të tjera zhvillime, sepse kjo javë parashikohet të jetë mjaft e rëndësishme. Njëkohësisht, administrata amerikane po përgatitet për kundër përgjigje nëse vendet do të përgjigjen me tarifa ndaj vendimit të Donald Trump. Aktualisht euro ka fituar 0.05% të vlerës përballë dollarit amerikan, këmbehet me 1.0832 dollar. Poundi ka fituar 0.19% të vlerës, këmbehet me 1.2963 dollar përballë frangës. Dollari ka rënë lehtë me 0.03%, këmbehet me 0.88 franga, ndërkohë dollari australian është në rënje me 0.29%, këmbehet me 0.6269 dollar amerikan. Dollari kanadez ka humbur 0.14%, këmbehet me 0.6974 dollar amerikan dhe për balljenit moneda i gjelbërt ka humbur 0.48% të vlerës dhe kuotohet në 149.09 yen mesatarisht, ndërsa në tregun e kriptomonedave
Bitcoin dhe kriptomonedat e tjera po qëndrojnë në rënje në sesionin e sotëm, duke zgjeruar humbjet e sesioneve të kaluara, sepse investitorët friksohen se vendosja e tarifave nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës do dëmtoj rrezikun e investitorëve për asete me risk dhe asetet spekulative, ku bën pjesë edhe tregu i kriptomonedave. Gjithashtu, investitorët i friksohen një recesioni në Shtetet e Bashkuara gjatë këtij viti, sidomos pasi banka Goldman Sachs deklaroi se shikon shanse më të mëdha për ngadalësim të ekonomisë amerikane gjatë këtij viti, madje për një recesion të ekonomisë më të madhe në botë. Bitcoin ka rënë me 0.92%, kuotohet në 81.785.78 dollar, Ethereum në rënje me 1.32% të vlerës, kuotohet në 1.791.03 dollar, Ripple ka humbur 3.82% dhe i është afruar më shumë nivelit të 2 dolarve, kuotohet në 2.0556 dollar, Litecoin ka rënë me 3.38%, kuotohet në 83.37 dollar dhe Bitcoin Cash ka humbur 1.84% të vlerës, kuotohet në 294.45 dollar për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar, ndërsa në tregun e naftës benchmarkët kryesor po ndryshojnë minimalisht në sesionin e sotëm, por në ditën e premte të javës kaluar realizuan humbje pikërisht për shkak të njoftimit të presidentit amerikan Donald Trump se ai do të vendosë tarifa shtesë ndaj blerësve të naftës dhe gazit rus në një përpjekje tjetër për të bllokuar Moskën të financojë luftën në Ukrainë dhe të ushtrojë presion mbi Moskën zyrtare për t'i dhënë fund luftës në vendimqin në Ukrainë. Megjithatë, të dyja kontratat për gjatë javës së kaluar publikuan fitime javore dhe për sa i përket të gjithë muajit mars, pritet publikojnë fitime mujore që gjithsesi janë modeste. Ndërkohë, presidenti Donald Trump deklaroi se është i mërzitur nga presidenti rus Vladimir Putin dhe do të vendosë tarifa dytësore prej 25 deri në 50% për gjithë blerësit e naftës ruse dhe, sipas analistëve, ky është një presion, një formë tjetër për ta detyruar atë të pranojë marrëveshjen e paqes me Ukrainën. Brendi Londrës ka fituar 0.01%, tregtohet në 73.64 dollar për fuqi. Nafta bruto amerikane është rritur me 0.12% vlerës, kuotohet në 69.44 dollar dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës realizon fitimet më të mëdha në rritje me 1.77% dhe tregtohet në 677 dollar për ton. Në tregun e metaleve të çmuara, Ari vjon të regjistroi rekorde të reja dhe ka prekur nivelin e 3.150.8 dolarëve për onzë në rritje me 1.17% të vlerës. Për herë të parë në histori, në sesionin e sotëm, Ari e kaloi nivelin e 3.100 dolarëve, por shumë shpejt kaloi edhe nivelin e 3.150 dolarëve dhe arsyeja kryesore janë tarifat e njoftuara nga Donald Trump kundër përgjigja nga vendet e tjera që mund ta çojnë jo vetëm ekonominë amerikane, por ekonominë globale drejt recesionit. Gjithashtu, edhe tensionet e tjera gjeopolitike kanë bërë që investitorët të preferojnë pikërisht arin i cili vlerësohet si një aset i sigurt në periudha trazirash. Që nga fillimi i këtij viti, metali i verdh ka fituar 18% të vlerës dhe, sikur se tham, ka prekur nivelet më të larta në histori. Bankat më të mëdha parashikojnë se nëse tensionet do të vijojnë të jenë prezente deri në fund të vitit, metali i verdh mund të rritet në 3.300 apo edhe më lart në varësi të zhvillimeve. Ndërkohë argjendi ka fituar 0.63% të vlerës, edhe argjendi ka kaluar nivelin e 35 dolarëve për oncë, kuotohet në 35.04 dolar. Platini është rritur me 2.02% të vlerës, kuotohet në 1.016.2 dolar për oncë. Është pikërisht platini që ka nënperformuar krahasuar me arin dhe argjendin për gjatë 2024-s, por gjithashtu edhe për gjatë vitit 2025.
Në ecurinë e tregut të aksioneve, bursat europiane po qëndrojnë në rënje të konsiderueshme në sesionin e sotëm, pikërisht për shkak të frikës që ka të bëjë me shpërthimin e një lufte tregtare mes ekonomive më të mëdha në botë. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë kanë humbur 0.86 dhe 0.98%. CAC 40 i Parisit gjithashtu është në rënje me 0.95% të vlerës. Indeksi Zyriut SMI ka rënë me 0.93% dhe është FTSE MIB i Milanos që realizon humbjet më të mëdha në rënje me 1.43% të vlerës. Tashmë investitorët po presin kundër përgjigjen në mënyrë të veçantë të vendeve europiane, por gjithashtu edhe Britanisë, Kanadas, në lidhje me vendimin e shtëpisë së bardhë për të vendosur tarifa për 25% për gjithë automjetet që prodhohen jashtë territorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe me shumë mundësi ekonomia globale, nëse nuk do të ketë marrëveshje, nëse nuk do të ketë negociata, do të shkojë drejt recesionit. FTSE MIB, sikur se tham, realizon humbjet më të mëdha në rënje me 1.43%, ndërkohë në ecurinë e tre indekseve kryesore në Wall Street në sesionin e ditës premte të javës kaluar, shitja masive aksioneve ka vjuar dhe sektori i automjeteve, sektori i teknologjisë ka realizuar humbjet më të mëdha. Dow Jones e ka mbyllur të premte në rënje me 1.69%, Standard & Poor's 500 ka realizuar humbjet më të mëdha me 2.7% të vlerës dhe Nasdaq ka humbur 1.97% në sesionin e ditës premte të javës kaluar. Do të shohim gjithashtu edhe ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, ku fitimet kryesohen nga Comvestro në rritje të lehtë me 0.65%. ION, Vonovia, SAP dhe Deutsche Telekom janë idur lehtë nga 0.06 deri në 0.25%. Në performancën më dobët, padyshim që humbjet janë akoma më të mëdha dhe sektori automjeteve dhe ai bankar kryesojnë humbjet. BASF ka rënë me 3.27%. Commerzbank, Sartorius, Continental dhe Siemens Energy kanë humbur nga 2.68 deri në 2.81%. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këto momente.